Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i fali dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, prej sot inshallah do ta fillojmë një sure që quhet Suratul Kahf. Do ta komentojmë me siguri sot disa ajete edhe xhumat e ardhshme derisa të dalim në fund inshallah. Suratul Kahf ka zbritur në Mekke, sipas komentatorëve të Kur'anit, ka zbritur në Mekke dhe është sunet të lexohet ditën e xhumë ose natën e xhumë. Transmeton Enesi radhiyallahu anhu, Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qara biha, ai i cili lexon suratul Kahf, o utiya nuran, ati i bëhet dritë bejnë semai wal ard, ndërmjet tokës dhe qiellit, wa wuqiya min adhab al qabr, ose min fitnet al qabr. Edhe ai do të thonë mbrohet nga fitnja dhe sprova e varrit. Ju e dini që ndëgju të gjithë që në varr secili prej nesh do ta ketë sprovën e tij. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër, këtë hadith e transmeton Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e lexon suratul Kahf natën e xumës. Do të thonë hadithi para kësaj tregon për ditën e xumës. Tash hadithi tjetër thot ai i cili lexon suratul Kahf natën e xumës. Çka ndodh? Adha lahu, ati i bëhet dritë ndërmjet ati ku qëndron dhe Qabës. Do të thonë për shembull, nëse jemi këtu në Shkup deri Qabi ka afër 5000 kilometra. Do të thonë bëhet dritë ndërmjet vendit ku je dhe Qabës. Beitul Atiq nën kupton Qabën. Këto dy hadithi përmenda për shkak se ne ditën e xumës apo natën e xumës duhet me gjetë kohë për ata që din të lexojnë Kur'anin në gjuhën arabe, bile gjysmë ore, sepse suratul Kahf ka 110 ajete. Mendoj që për gjysmë ore i lexojmë 110 ajete, inshallah. Është mirë secili prej jush që ditën e xumës apo natën e xumës ta lexon suratul Kahf. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar vetë edhe ka preferu të lexohet ditën e xumës apo natën e xumës. Unë tash do të filloj me ajetin e parë. Allahu xhalla shanu në suratul Kahf, në Kur'an thot: Elhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab. Falënderimi takon Allahut fuqiplot, i cili i zbriti robit të tij librin. Robi i tij në këtë rast është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahu ka treguar në këtë ajet se ti o Muhammed je i dërguari i im. Do të thonë je Rasulullah, i dërguari i Allahut fuqiplot. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Çka i vjen fjala iwaja? Kur'ani është mu'tadil, i mesëm, edhe nuk ka ndonjë mosmarrëveshje, ndonjë mendim tjetër të dikujt që mundet me kundërshtu Kur'anin. Edhe pse kemi njerëz, ka dhe do të ketë, që do të pretendojnë se edhe Kur'ani ka gabimet e veta që nuk është e vërtetë. Ka një orientalist, mos ta gaboj, ka një libër që shkruan për shembull 20, 30, 50 gabime që i kemi gjetë në Kur'an, që pastaj hoxhallarët e mëdhenj në botë e kanë kundërshtuar se nuk është e vërtetë. Do të thonë asnjë gabim nuk ka në Kur'an. Pse? Sepse Kur'ani është fjalë e Zotit. Do të thonë këtë dallim duhet ta kuptojmë. Nuk është libër i thjeshtë. Kur'ani nuk vazhdon vetëm për kohën tonë. Kur'ani ka vazhdu tash dhe deri në ditën e gjykimit do të jetë kushtetut dhe ligj për tërë njerëzimin.
E kushtetutet dhe ligjet që i përpilojnë njerëzit, ju e dini se nëpërmjet votimeve ose parlamenteve që i kanë, i ndryshojnë, i ndrojnë, ko pas kohë. Pse se e shofi që ki ligj, ka ngeci, ka probleme, pastaj e shtojnë, e paksojnë, gjithë shka në regulla, sepse njeriu, kur të vendosë regulla, ka mundësi që për kohën e sodit, shkojnë ata regulla, ma pas 50 viteve nuk vlejnë, edhe tash i ndryshojnë. Ama ligjet Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, edhe gjithë shka që ka caktu në Kur'an, nuk ka mundësi njeriu të ndryshojnë. Sepse Tevratin që i ka zbrit Musa e ka ndryshuar njerëzit. Edhe tash ku ka përfundu? Injilin që i ka zbrit Isa e ka ndryshuar. Ku ka përfundu? Dërsa Kur'anin Allahu direshane e mbron, thot inna nahnu nazzalna dhikra, me të vërtet ne zbritëm Kur'anin, wa inna lahu lahafidhun, edhe ne jemi ata që do ta mbrojmë. Thot qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu. Allahu direshane flet tash për ata që ndonjëherë kanë mendime kundërta, duke pas parasysh se thamë që Kur'ani ka zbriti sakt. Për çka? Për tua tërhequr vëmendjen ose vërejtjen jo besimtarëve. Në këtë rast ky ajet ja u tërheq vërejtjen jo besimtarëve nga një dënim i rëndë që i pret, nëse ata nuk e besojnë Allahun subhanahu wa taala dhe Kur'anin. Pastaj thot wa yubashshirul ladhina wa yubashshirul mu'minina, i përgëzon besimtarit. Do të thonë me një ajet dy pjesë. Pjesa e parë tregon dhe autorheq vërejtjen jo besimtarëve se kam i kaplu dënimi, ndërsa pastaj flet për besimtarët, thot e për ti përgëzuar besimtarët. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Mirë po cilët besimtar? Ata të cilët bëjnë vepra të mira, anna lahum ajran hasana, sa ata Allahu do t'i përgëzon me shpërblim të mirë ose me shpërblim të madh. Do më thonë tash ajeti në këtë rast i tregon dy gjëra. Para e thamë edhe një herë, të përkujtojmë, tërheq vërejtje për ata që nuk janë besimtar, se do të dënohen, dhe pjesa e dytë e ajetit i lavdron, i përgëzon besimtarët që bëjnë vepra të mira, jo besimtarët që nuk bëjnë vepra të mira. Thot i përgëzoj besimtarët që wa ya'maluna as-salihat, që bëjnë vepra të mira. Se ne kemi besimtarë që nuk bëjnë vepra të mira. S'mundem me thonë që nuk je besimtar. Ai thotë e besoj Zotin, mirë, po nuk bën vepra të mira. Më thonë besimtarët që bëjnë vepra të mira. Ma kithine fihi ebeda, do më thonë ata do t'jenë të përhershëm. Ku mundet me t'jenë njeriu i përhershëm? Në xhennet. Në këtë botë nuk ka mundësi njeriu me qenë në këtë botë i përhershëm. Ama në botën e ardhshme, edhe në xhehenem ka njerëz që do të jenë të përhershëm, edhe në xhennet do të ketë njerëz që do të jenë të përhershëm. A ka mundësi njeriu që hin në xhennet del nga xhenneti të hin në xhehenem? Jo. A e kundërta po? Ka njerëz që kanë pas gabime, hin në xhehenem, i lajnë gabimet, Allahu u afshin gabimet, i mëshiron dhe dalin në xhennet. Mirë po, prej xhennetit me dal me hin në xhehenem? Jo. Tash në më thonë xhennet njeriu që hin, asë njëherë nuk del, i përhershëm. Ama ka njerëz që futen në xhehenem, mirë po, disa prej tyre janë të përhershëm, e disa tjerë i fshirë, i lajnë gjunat, dhe Allahu me mëshirën e tyre, e ti i nxjerr nga xhehenemi dhe i fut në xhennet, inshallah. Vazhdojmë me ajetin e 4. Wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Të ndarshëm vëllezër, tash kjo ajet ka të bëjë me njësoj u tërheq vërejtjen atyre që thanë se Allahu fuqiplot ka fëmijë.
më thonë vërejtje direkte për ata që flasin dhe thonë Allahu ka fëmijë. Edhe në këtë ditë, sot, kemi libra, për shembull, të krishterët, edhe të qifutët, hebrejnjët që pretendojnë se Allahu subhanahu wa taala ka fëmijë. Ana e dim, suratul Ikhlas, kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lem yelid wa lem yulad. Wa lem yakul lahu kufuwan ahad. Më thonë, as ka lind, as që lind. Nuk i takon, nuk na takon neve si njerëz me anvesh Allahut një gjë që nuk e ka. Mirë po, hebrejnjët kanë thonë Uzeiru ibnullah, Uzeiri o djali i Zotit. Krishterët kanë thonë Isa ibnullah, Isa a.s. o djali i Zotit. Ndërsa Kurejshitët në Mekke, i dhujtarët e Mekkës kanë thonë që melaiket janë vajzat e Zotit. Më thonë, të tre grupet janë nga bim. Edhe Uzeiri s'ka qenë djali i Zotit, për ka qenë i dërguar i Zotit. Edhe Isa a.s. s'ka qenë djali i Zotit, për ka qenë i dërguar i Zotit. Edhe melaiket nuk janë benatullah, nuk janë vajzat e Zotit, por janë krijesa që janë të krijuara nga drita, të padukshme, nuk hanë, nuk pinë, nuk martohen, nuk kanë gjini. Këto janë melek. Nuk i shohim, ata neve na shohin. Ata janë krijesa që vetëm adhurojnë Allahun fuqiplot. As më shumë, as më pak. Ata nuk bëjnë vepra pse kanë mendu. Se Allahu nuk i ka leju me mendu. Ata krijesa ndryshe për njerëzve. Ama ne kemi mendje. Edhe jemi të lirë me vepru mirë ose mos me vepru mirë. E vetmja krijesë që mendon në njeriu. Ndërsa melaiket në bazë të urdhërave që u ka caktuar Zoti ata veprojnë. Ama në asnjë rast nuk janë vajzat e Zotit. Edhe pse në këtë ajet Allahu dhe lëshanu a tërheq vërejtjen të gjithë njerëzve që pretendojnë se Allahu ka fëmijë. Allahu dhe lëshanu i vetëm është i pashoq, nuk ka as kush që ja përngjan Allahu subhanahu wa taala nasgjë. Thot lejse ke mithlihi shay, as kush nuk është sikur unë, ose as kush nuk është si Zoti, si Allahu, wa huwa as-samiul basir. Ndërsa Allahu sheh dhe ndëgjon. Allahu shef dhe ndëgjon. Mirë po ne nuk ja përngjajmë Allahu subhanahu wa taala. Ajeti 5 Allahu thot ma lehum bihi min ilm. Ata kanë fol, mirë po pa dituri. Problemi më i madh është kur njerëzit duan të kenë qasje, edhe në gjuhën tonë përzihen, edhe japin mendime atje ku nuk kanë dituri. Por shembull, ko pas kohe del diçka edhe duhet me ia dhoni fetva. Një mesele, një çështje ka dalë edhe ka nevojë me dhoni fetva. Nuk do të thonë se secili hoç duhet me fol për atë çështje. Pa pas dituri dhe pa e studiuar mirë çka qen ka ajo. A mos flasim për popullin. Nuk vlen kjo vetëm në aspektin fetar, edhe në aspekte tjera. Për gjeografie, për historie, fizike, kimie. Nëse ke ilm dhe dituri për atë çështje fal. Ama nëse nuk ke ilm, thoj nuk e di. Puna më e mirë dhe mirësia më e madhe që mundet me bë dikush, mundet me thonë vallai nuk e di. Ose më jep kohë që të përgatitem, ta gjej një përgjigje, jo me ta bë qefin, por një përgjigje të mirë, se do të ketë kuptim. Ose i thu vallai nuk e di. Edhe i thua se filani dhe filani kanë mundësi me të dhënë përgjigjen më adekuate. Mirë, ma lehum bihi min ilm. Ata nuk kanë dituri, sepse kur s'ka njeri ju dituri? Kur nuk lexon, kur nuk interesohet për atë çështje. Ama në qoftë se ne kemi dëshirë, për shembull, ta studiojmë një problematik, atëherë e merr një libër ose nëpërmjet tash rrjeteve sociale arrin edhe pse ndoshta
nuk është dituri shumë e besueshme. Keni pa shembull ka Wikipedia, edhe shkruan gjithçka aty edhe të jep disa informata. Mirë po nuk do të thonë që janë sakta. Se ato informacione nuk janë të redaktuara, as të lektoruar, për shembull, edhe gjuhën shqipe, aty nëse lexon shqip ose arabisht ose ndonjë gjuhë, ka mundësi me pas gabime drejtshkrimore, po ka mundësi edhe si informat nuk është sakt, si histori nuk është sakt. Atë ti e merr si dituria atë dhe thua, kjo qenë. A mundet me dal gabim. Wala li abaihim, e këtu tash lidhet fëmiu me prindin. Thot, lene se këto s'kan dituri, se problemi kthehet edhe te prindërit e tyre. Pse kthehet te prindërit e tyre? Sepse duhet prindi të kontribon që fëmiu i tij të bëhet i ditur. Pa kontributin e prindit, nuk guxojmë ne me alon fajin secilit a vetes ja. Secilit ja lën fajin, ama vetes ja. Jo, fillimisht vetes ja le fajin e pastaj e kërkon fajinot te profesori, te arsimtari, te kujdestari, gjithçka në rregull. Të gjithë gabimtari më i mirë se pendohet. Ama ti si prind për shembull, gjithkush që ka fajtor vetëm ti ja. Kjo gabim. Si do qoftë, takhruju min afwahihim in yakuluna illa kadhiba. Do të thonë ata edhe kur flasin vet, edhe prindërit e tyre, gjithçka që flasin, edhe që del nga gjuha e tyre, nga goja e tyre, është vetëm se gënjeshtër e asgjë e vërtet. Sa i përket asaj që kanë thonë për Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë, ka mundësive njeriu që ka logjik të janë vesh në njerëzit e jemi, kemi dëshirë nga pak një problem që e kam unë me janë vesh dikujt tjetër. Si njerëz, hiç ka kuptim, shumë haram i madh është. Ama prapë se prapë jemi njerëz, mund të kërkojmë falje. Mirë po Allahut më janë vesh, edhe me thonë për Zotin diçka që hiç ka kuptim. Njeriu për shembull, ti thu diçka për mua, ka mundësi, sot se kam bëu, po çe nesër e gabojnë. Ama Allahu ja absolut nuk ka mundësi Allah me gabu. Sa do që jemi të drejt, ne Allahu absolut drejtësi. Njeriu mundet me gabu, duke menduar që mire ka, gabim e ka. Në forcë, sa do që jemi të fortë, ne Allahu më i fortë. Sa do që jemi të mëshirshëm, Allahu është më i mëshirshëm. Vazhdojmë ajetin 6 të suratul Kehf. Edhe njëherë ta potencoj për ata që erdhën më vonë, prej sot e kemi filluar ta komentojmë suratul Kehf, edhe tregojmë se suratul Kehf është mirë të lexohet natën e xumë apo ditën e xumë. Edhe të kemi arritë ajeti 6. Allahu në Kur'an thot fala'allaka bakhi'un nafsak. Shqipi vjen a thua ti do ta shkatrosh veten. I drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ala atharihim. Për shkak të njerëzve ose për shkak të tyre. Do më thonë, nuk ka nevojë tash me shkatru vetën ne, pse dikush mendon keq edhe gabim. In lem yu'minu bi hadha al-hadithi asafa. Sepse ata nuk e besojnë këtë ligjerim, nuk e besojnë Kur'anin. Edhe tash në mirë, normale, duhet mu mërzit pak, pse ka njerëz në botë që nuk e besojnë. Inshallah Allah i udhëzon, ama jo me shkatru vetën. E mu izolue me... Jo, ne duhet me vazhdojmë me punë. Vazhdojmë duke i thirrë njerëzit në fenë e vërtetë, me punët e tona që janë të lejuara dhe normale. Ama ndonjëherë ndodh, edhe ne, secili mundet me ndodh për shkak një problemi që se ne te i kalon edhe izolohet njeriu. Pse s'del, vallahi kam një probleme. Jo, nuk ka rregull. Më thonë Allahu dhe leshani me këta jetë tregon që edhe pse njerëzit tjerë nuk e besojnë Kur'anin, nuk ka nevojë ta shkëtrojnë veten, por duhet me i thirrë njerëzit në fenë Allahu subhanahu wa taala dhe vazhdojmë me punët e tona. Ajeti 7 Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha
thot gjithë qka që është mbi tokë, e kemi bon stoli, e kemi bon aqë të bukur. Pse të bukur? Linebluekum ejuhum ahsanu amela. Tash Allahu Gjereshanu aqë bukur e ka kriju botën, edhe njeriun, edhe kafshët, edhe gjithë qka ka kriju, që i nevojitet njeriut. Edhe në këtë rast, për shembull, nëse i analizojmë, që tash më kujtu, kush e ka dëmtu këtë botë më shumë? Allahu apo njeriu? Normal, Allahu ka dërgu tërmete, vërshime. Njeriu s'mundet me i ban. Vërshimet se një ban njeriu. Shembull, ka ra pak e shumë, Allahu e ka në dorë. Tërmetin Allahu e ka në dorë. Dë një erë e fort. Mirë, nëse ka ndodhë tërmeti më i madh në botë, më i fort në botë, ka mundësi ta marrë tsunami që ndodhi Indonezia, Bangladesh, ato 250.000 vetë ditëshëm, 300.000. Po vetëm Nagasaki dhe Hiroshima, njeriu i ka vra mbi 300.000 vetë. Po shembull. Vetëm luftën e parë botërore, 20 milion, 30 miliona, nuk e kam përhatër tamam numër. Luftën e ditë botërore, 50 milion. Kush qenë ka ai që e shkatron botën? Se ndonjëherë ne, Zoti nuk ne rahat me këto tërmete, me këto. O, njeriu nuk ne rahat. Zoti, nëse ndodhën i tërmet, në një vërshim, ta tërheq vërejtje. Sprov. Në më thonë, këtë botë, tash që i kemi, kush e ka shkatron? Njeriu. Njeriu e shkatron. Allahu Gjeleshanu në ka dërgur neve për si mbikëqires kësaj bote. Për atë shkak e vetë më krijes që ka mendje o njeriu, që ta mbikëqir, ta sundon këtë botë me drejtësi, ajo ta shkatron. Edhe këta jetë edhe pak disa zinetul ardh, bukurimi i botës, i ka kuptimin nimetet të mirat që i nxjerr njeriu nga toka, veshjen e mirë, bimët, pemt, perimet, gjithë shka që del nga tokë, që është halal për njeriu. Ato kafshët pse janë? Ajo që është halal e konsumon, e ke halal, e hane. Ajo që halal si pije e pin. Mirë po ka diçka që të ka ndalu. I po njeriu, qatë që janë ndalon, interesën shumë ka qef bas, përzijet për kanë. Le, ka në një dopsi që Allah e ka ndalu. Nuk ka mundësi në fejnë islamet qëtë diçka e ndaluar e mështë këtë ndë një të keqe, pas asaj. Edhe si cilën në punë që Allah e ka leju, ka një dobi. Ujin, ajrin. Për çka i ka kriju Allahut? I ka kriju për njeriu. E njeriu e këtë shpërdor edhe ujin, edhe ajrin, edhe tokën, edhe xehet, edhe arin, edhe argjendin, edhe hekurin, gjithë shka këtë shpërdor. Gjithë shka këtë shpërdor. Kush e bën këtë? Njeriu. Nëse e krahasojmë njeriun me kafshën më tegër, hajde zom Luanin, mbreti i malit, Luani në qëfësën është i unë, e kap njërin prej nesh, që të zomë mu, edhe u kri puna. U shqet edhe shkon fotografohës ma të knacësh, vetë se s'di me forë që knacësh të po ma vetë. Ama njeriu nuk knacët vës me nja. 1, 2, 3, 10, 100, 1000, shumë mërë në qafë, shumë i padrejta. Se njeriu kuroj i padrejt, bëhet e gërsira me madhe se e gërsira me madhe kafshë. Allah në gunane për me, thot njeriu kur bëhet i padrejt, bëhet më këtë se kafshë. Për atë shkak në botë, nëse se ka vra më shumë, nëse ka shkatru më shumë a njeriu. Për atë shkak të ndërshëm vëzër, e lusë Allahu subhanahu wa taala që neve, si njerës, me gabimet tonë, inshallah Allah të na udhëzon, e të na fal gabimet, e të na përforcon rrugë të drejtë, edhe inshallah të gjithë së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.